Në lagjen Rilindja në Vlorë, projekti për rikonstruksionin e bllokut të banimit ka kaluar çdo afat të parashikuar, duke u kthyer në një burim të vazhdueshëm shqetësimi për banorët. Pas presioneve të vazhdueshme dhe ngritjes së shqetësimit nga televizioni 6+1 Vlora, duket se kompania ka reaguar. Këtë të hënë, ajo ka nisur të hedhë shtresën e asfaltit në një pjesë të bllokut të banimit. Megjithatë, kjo zonë nuk përmbledh më shumë se 2 pallate. Në tejkalim të çdo afati të parashikuar, firma e ndërtimit ka nisur të asfaltojë këtë të hënë vetëm një pjesë fare të vogël të bllokut të banimit në lagjen Rilindja. Pjesa më e madhe e bllokut të banimit është e paprekur dhe me një kaos të vërtet. Prej muajsh, banorët përballen me vështirësi të mëdha në lëvizje, si për këmbësorët, por po ashtu edhe për drejtuesit e automjeteve. Rrugët e brendshme të bllokut janë të amortizuara, të hapura dhe shpesh të pakalueshme, ndërsa mungesa e sinjalistikës dhe organizimit të punimeve e bën situatën edhe më të rrezikshme. Për familje, të moshuarit dhe fëmijët, lëvizja e përditshme është kthyer në një sfidë më vete. Situata rëndohet edhe më tej nga drejtuesit e mjeteve. Sipas banorëve, pas një paralajmërim apo njoftim paraprak, firma zbatuese ka bllokuar hyrjet dhe daljet kryesore të bllokut të banimit, duke e izoluar praktikisht zonën. Kjo ka krijuar kaos në qarkullim dhe ka vështirësuar ndjeshëm aksesin për shërbimet bazë për fshirë emergjencat. Edhe pse investimi synon përmirësimin e infrastrukturës dhe kushteve të jetesës, realiteti në terren paraqitet krejt ndryshe. Punimet më shumë kanë qenë të ndërprera sesa në zhvillim, duke lënë pas një situatë problematike dhe të papranueshme për komunitetin. Qytetarët kërkojnë një zgjidhje të menjëhershme dhe konkrete, rifillim pavonesë të punimeve dhe përfundimin e projektit brenda një afati të qartë. Ata apelojnë që Bashkia e Vlorës të marrë masa për të garantuar vazhdimsinë e investimit dhe për të rikthyer normaliteti në jetën e përditshme të komunitetit. Ndërkohë, çdo ditë që kalon pa progres e përkeqëson situatën në terren dhe rrit pakënaqësitë e banorëve. Projekti i cili duhet të sillte zhvillim dhe përmirësim sot konceptohet si një shembull i menaxhimit të dobët dhe mungesës së koordinimit mes palëve. Edhe për banorët e lagjes së Rilindja, durimi duket se ka arritur kufijtë e fundit. Nisja e asfaltimit këtë të hënë për një pjesë të vogël të kësaj lagje të madhe ka ngjallur pak shpresat, por kur shikon situatën problematike në të cilën ndodhet pjesa më e madhe e lagjes, situata duket shumë shqetësuese dhe me sa duket do të vazhdojë gjatë.